Paranojat agresive të Edi Ramës. Ai dyshon se Elisa i ka bërë puç me Albin Kurtin. Metamorfoza mentale e autoritarizmit të Edi Ramës, sa vjen e porëndohet drejt një paranoje reaktive. Rasti i fundit me mamicën e tij tregon pikërisht këtë devijim të pakthyeshëm drejt një pike ekstreme. Siç mësohet, përveç dyshimit se ministrja e tij e jashtme kishte folur keq në kancelarit perëndimore për të, posaçërisht në Washington, ka parë si fantazma edhe një komplot të Elisas Piropalit me Albin Kurtin. Duket si shkak për këtë është bërë një vizitë në Prishtinë e shefes së diplomacisë, një ditë para shkarkimit nga qeveria. Vizitë që siç duket Piropali e kishte aranxhuar me shpejtësi, me ndërhyrjen e ambasadorit të Kosovës në Tiranë. Edi Rama është njoftuar menjëherë nga miku i tij ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë dhe i është vërsulur ministres së jashtme, duke akuzuar se po vijon të veprojë prapa krahëve të tij, si dhe herët e tjera. Më pas ka ndodhur shkarkimi deri tek përplasja fatale, e cila shprehet sa herë ka një zhvillim politik brenda PSES. Nga ana tjetër, mësohet se Edi Rama i ka kërkuar në mënyrë ultimative Taulant Ballës që grupi socialist të mbajë një qëndrim politik, pas mungesës së Piropalit në votimin për kërkesën e SPAK ndaj Belinda Ballukut. Votim ku mungoi edhe Fatmir Xhafaj, i cili gjithashtu pas asaj ngjarjeje nuk është vënë re as në mbledhjet e grupit, por as në zonën e re elektorale që i ka caktuar kryeministri për të patronazhuar, njësinë numër 5. Tek bastioni politik i Xhafajt, Rama ka dërguar ministrin e brendshëm Besfort Lamallari, i cili ishte këto ditë në Myslim Shyri, ku mbështetësit e ish-ministrit i bën një surprizë jo të këndshme. Ata varen në mur një poster gjigant të Xhafajt, akt që është marrë si incident jo vetëm nga ministri, por edhe nga vetë Edi Rama, i cili e ka agravuar inatin e tij, aq sa nuk ka ditë që nuk përplaset me të gjithë, duke u shfryrë se është rrethuar nga njerëz që duan t'i bëjnë puç. Burimet të pamfletit tregojnë se ai është përplasur edhe me të ngarkuarën me punë të SBA-s në Tiranë, e cila ka takuar disa ministra të rëndësishëm të qeverisë. Pas raportimit, mësohet se kryeministri ka shprehur pakënaqësinë duke i kërkuar sqarime, e ka marrë përgjigjen se jemi aleatë strategjik. I prerë mësohet se është treguar kryeministri, duke thënë se jemi aleat, por për të qeverisur jam unë, jo ju. E gjithë kjo atmosferë ka helmuar mjediset e mazhorancës, aq sa thuhet se të gjithë kërkojnë të shmangin takimin me kryeministrin. Të gjitha këto zhvillime nuk kanë mbetur pa rënë në sy nga ndërkombëtarët që kanë përpiluar raportet përkatëse, të shoqëruar me komenet, gjendje e rënduar.